Një ngjarje e rëndë është regjistruar gjatë orëve të fundit në fshatin Vlotçisht, ku një banesë është përfshirë plotësisht nga flakët. Fatmirësisht nëna dhe djali i saj i mitur kanë arritur të dalin në kohë nga banesa, duke shpëtuar pa lëndime. Sipas informacioneve paraprake, zjarri është përhapur me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke shkrumbuar pothuajse gjithçka ndodhi brenda banesës. Banorët e zonës kanë ndërhyrë menjëherë për të ndihmuar familjen deri në mbërritjen e forcave zjarrfikse. Paraprakisht dyshohet se shkaku i zjarrit mund të ketë qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa ekspertët pritet të zbardhin plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje. Pas kësaj tragjedie, familja ka mbetur në vështirësi të mëdha ekonomike dhe pa kushte minimale për jetesë. Banorët e zonës dhe të afërm të familjes kërkojnë ndihmën e institucioneve shtetërore dhe pushtetit vendor për të mbështetur nënën dhe djalin e saj, të cilët tashmë përballen me humbjen e banesës dhe të çdo mjeti jetese. Apeli shkon për ndërhyrje sa më të shpejt nga strukturat përgjegjëse në mënyrë që kjo familje të mos mbetet e vetme përballë kësaj fatkeqësie.